Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural po vijon takimet e informuese me fermerët në të gjithë vendin ku këtë herë është ndalur në Shkodër për të sqaruar skemat mbështetëse në bujqësi dhe blegturi. Gjatë këtij takimi, përgjegjësia e sektorit të autorizimit të pagesave Elisa Gjafa u ndal tek përfitimet konkrete që ofron për fermerët, duke theksuar se këto skema synojnë uljen e kostove dhe rritjen e prodhimit vendas. Në skemën kombëtare 2026 do jenë masa mbështetje për tufën bazë të matrikuluar gjedh të imta dhe për mbarështimin e bletarisë, mbështetje për kontrollin biologjik, mbështetje për fermat organike, mbështetje për implementimin dhe certifikimin e Global Gapit, mbështetje për sipërfaqet e mbjella të kultivuara dhe masa 9 mbështetje për aktivitet ripopullim peshkimi për ujërat e brendshëm. Gjithashtu do të jenë dhe 3 masa investimesh të reja për vitin 2026. Masa 10 mbështetje për fermerët e rinj për investimet në ferma bujqësore dhe blegtorale, mbështetje për ndërtimin, rikonstruksionin e staneve apo pajisjeve për përmirësimin e kushteve të staneve, mbështetje për pajisje makineri dhe mjete bujqësore për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve bujqësore në fermat bujqësore dhe blegtorale. Fermerët u njohin edhe me kriteret që duhet të plotësojnë për të përfituar procedurat e aplikimit dhe dokumentacionin e nevojshëm, u theksuar rëndësia e aplikimit të saktë dhe brenda fateve, në mënyrë që të përfitojnë nga fondet e vëna në dispozicion. Takimi u shoqërua me diskutime dhe pyetje nga fermerët, të cilët kërkuan më shumë sqarime mbi mënyrën e përfitimit dhe zbatimin e skemave në praktik.